Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka publikuar listën e përfituesve të bursave për vitin shkollor 2025-2026 për nxënësit të shkollave të mesme të larta për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Emrat Sërmjani nga organizata Roma in Action tha se këto bursa janë shumë të mirë së ardhura. Afati për të aplikuar ka qenë në muajin e kaluar, ku edhe nëpërmjet emisionit apo televizionit Syri kemi bërë informimin në lidhje me këtë, dhe tashmë na gëzon fakti që në kuadër të publikimit të rezultateve të cilët kanë dalë nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, diku më shumë se 440 nxënës kanë përfituar nga kjo mbështetje, dhe nëse krahasohet në fakt në nivel vendi, prapë edhe kësaj radhe Komuna e Gjakovës prinë me përfitues të bursave të shkollave të mesme, dhe kjo me të vërtet më bën të lumtur që një numër i madh mbi 102 nxënës kanë përfituar nga Komuna e Gjakovës nëpërmjet kësaj skeme për mbështetjen e nxënësve nëpërmjet bursave. Dhe gjatë krahasimeve të dhanave të këtij vitit, po e shohim që prapë po ka rritje të pjesëmarrjes së vajzave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollimin e mesëm të lartë. Sipas Sërmjanit, përkrahje të tilla duhet të ketë në vazhdimsi. Është me të vërtet një mbështetje shumë e mirëpritur për nxënësit e shkollave të mesme, për arsye se ndoshta kategoria e lëna pasdore për mbështetjen me materiale apo literatura shkollore, shkollimi mesëm nuk ka pas mbështetje të tillë ndoshta nga ministria nëpërmjet fillimit vitit shkollor, dhe kjo bursë e cila ju jepet këtyre nxënësave me të vërtet do ta lehtësoj të imase pjesëmarrjen e tyre në procesin e rregullt arsimor. Mirëpo në anën tjetër do ta lehtësoj edhe barrën e financiare të prindërve për t'i mbështetur fëmijët e tyre me materiale, me literatura shkollore, apo në shumicën e rasteve nxënësit të cilët udhtojnë nga vendet më të largta për të vijuar këtë mësim në komunën e Gjakovës. Dhe kjo mbështetje, sado simbolike, ndoshta nëse mund të thuhet, është vlerësoj goxha e mirëseardhën për nxënësit e shkollave të mesme. Nga këto bursa përfitues janë 102 nxënës nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, që vijojnë mësimin në shkollat e mesme të larta të Gjakovës, ndërsa në nivel vendi përfitues janë gjithsej 477 nxënës.